Astronautët Butch Wilmore dhe Sunny Williams prisnin që misioni i tyre të zgjaste vetëm një javë, kur u nisën qershorin e kaluar në bordin e kapsulës së re Starliner të kompanisë Boeing, në fluturimin e saj të parë me ekuipazh pas vitesh vonese. A presim që të shkojnë në mënyrë të përsosur? Ky është fluturimi i parë me ekuipazh i kësaj anije kozmike. Jam i sigurt që do të përballemi me situata të reja, tha në atë kohë astronauti i NASA-s Butch Wilmore. Kapsula Starliner pati shumë probleme për të arritur në stacionin hapësinor, saqë NASA vendosi se ishte shumë e rrezikshme për të transportuar njerëz dhe kapsula u kthye bosh. NASA has decided that Butch and Sunny will return. NASA ka vendosur që Butch dhe Sunny të rikthehen me ekipin numër 9 në muajin shkurt dhe kapsula Starliner do të kthehet bosh. Njoftoi në gusht të vitit të kaluar administratori i NASA-s Bill Nelson. Por kthimi i tyre u vonua më tej nga zgjatja e punimeve të nevojshme për kapsulën e re të kompanisë SpaceX, që pritej të transportonte edhe ekipin që do t'i zvendësonte. Muajin e kaluar, NASA njoftoi se ekuipazhi i ardhshëm do të nisej me një kapsulë tjetër të përdorur më parë, duke shtyrë nisjen deri më 12 mars. Dy ekuipazhe do të kalonin rreth një javë së bashku në stacionin hapësinor përpara se të niseshin për udhëtimin e kthimit. Astronautët Wilmore dhe Williams, ish kapiten të marinës në pension, kanë bërë disa fluturime në hapësirë. Ata kanë këmbgulur gjatë muajve se janë në formë të mirë shëndetësore dhe të përkushtuar ndaj misionit për aq kohë sa duhet. Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. Mirë se erdhët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, ndërsa bëhemi gati për festën e Krishtlindjes. Është një kohë e mrekullueshme e vitit këtu lart. Mund ta kalojmë me të gjithë familjen tonë në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Jemi 7 vetë këtu dhe kështu do të krijojmë shoqëri së bashku, thoshte në fund të vitit astronautja Williams. Ata madje bën një shëtitje në hapësirë së bashku në janar. Gjatë një konference për shtyp në fillim të këtij muaji, astronauti Wilmore tha se ndërsa politika është pjesë e jetës, ajo nuk luajti rol në kthimin e tij dhe të astronautes Williams. From my standpoint, politics is not playing into this at all. Nga këndvështrimi im, politika nuk ka patur fare rol. Unë nisëm të përgatitur për të qëndruar gjatë, edhe pse kishim planifikuar të qëndrojmë për një periudhë të shkurtër. Kështu ndodh me fluturimet në hapësirë. Planifikojmë për situata të panjohura, të papritura, dhe ne e bëm këtë, tha astronauti Wilmore. Presidenti Donald Trump dhe drejtuesi i kompanisë SpaceX, Elon Musk, thanë në fund të janarit se donin të përshpejtonin kthimin e astronautëve duke fajsuar administratën e mëparshme. Ju duan dhe do të vim t'ju marrim, dhe nuk duhet kishin mbetur atje për kaq gjatë. Presidenti më i paaft në historinë tonë e lejoi këtë të ndodhë. Por ky president nuk do ta lejojë këtë. Do të vim t'ju marrim. E kam autorizuar Elonin, i thash a mundesh t'i marrësh, pasi siç e dini janë lënë atje, tha presidenti Trump. Udhëtimi së mërkurës u shtyp pasi disa orë përpara fluturimit u zbuluan disa probleme teknike shqetësuese. Kompania SpaceX nuk njoftoi një datë të re për nisjen, por tha se mund të bëhet një provë e re mbrëmjen e së njëjtës. 2 astronautët e NASA-s pritet të zvendësohen nga një ekuipazh i përbërë nga 2 astronautë amerikanë, 1 japonez dhe 1 rus.